Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. E ka filluar punën komisioni i themeluar nga KQZ-ja për vlerësimin e flet votimeve me gabime teknike në Mitrovicë të Jugut dhe në Gjakov. Komisioni planifikohet ta përgatisë një raport dhe ta dorëzojë jo më vonë se më 14 nëntor. Në Institutin Demokratik Kosovës, problemi me kodet e flet votimeve është njollë e keqe për procesin zgjedhor. Pretendimet për manipulim votash në komunën e Mitrovicës së Jugut për shkak të disa flet votimeve me numra të ndryshëm serik quan në angazhimin e një komisioni për vlerësimin e flet votimeve në këtë komunë. Përveç Mitrovicës, komisioni i themeluar nga KQZ-ja, i cili nisi punën sot, do të bëj edhe vlerësimin e flet votimeve në Gjakov, ku po ashtu u hasen flet votime me parregullsi. Planifikohet që ky komision të hartoj një raport dhe të njëjtin ta dorëzoj jo më vonë se data 14 nëntor, ndërkaq sa i përket komunave të tjera, ky komision do të bëjë vlerësim sipas mostrës caktuar për çdo komunë tjetër dhe raporti që ka të bëjë pra me këto komuna të tjera do të finalizohet deri në fund të kësaj jave. Është me rëndësi ta përmendim edhe një fakt që puna e këtij komisioni do të jetë edhe në funksion të përgjigjes për panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, lidhur me një ankesë që është parashtruar në këtë institucion nga ana e një subjekti politik dhe që ka të bëjë me zgjedhjet e raundit të dytë për kryetar të komunës Mitrovicës së Jugut. Pas procesit të verifikimit të votave në Mitrovicë të Jugut nga zyrtarët komunal zgjedhor, u bë e ditur se u evidentuan gjithsej 75 flet votime me numra të ndryshëm serik. Ndërkohë përfaqësues të LVV-s në KQZ publikuan, siç kanë thënë, raportin me të gjeturat nga auditimi i bërë nga kompania përgjegjëse për fletvotimet, CETIS, ku thuhet se jo vetëm në Mitrovicë dhe Gjakov, por edhe në 16 komunat e tjera janë shtypur fletvotime me kod gabim. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se problemi me kodet e fletvotimeve në Mitrovicë, Gjakov dhe jo vetëm janë njollë për procesin zgjedhor. Sipas Eugen Cakollit, i mbetet KQZ-s që të analizojë dhe zgjidhë këtë çështje. Vetëm arsyetimi që nuk është më shumë se gabim teknik, nuk është i mjaftueshëm si tillë për të konstatuar që integriteti i procesit nuk është cënuar. Sepse edhe nëse vetëm një grumbull i vogël i votave janë ndikuar në këtë drejtim, kjo mund ta cënojë dhe ta lëndojë integritetin e procesit zgjedhor. E duke ditur që për fat të keq në Kosovë ka një nivel mosbesimi në procesin zgjedhor, situata të tilla, të shfrytzuara normalisht pastaj edhe nga trajtimi politik që u bëhet atyre nga partitë përkatëse, kjo e minon edhe më shumë besimin e publikut, andaj zgjidhja e vetme është që të ketë një analizë dhe raport të detajuar nga ana e KQZ-s mbi këtë çështje dhe në fund të fundit marrje përgjegjësisë, sepse nuk është hera e parë në fakt që proceset zgjedhore në Kosovë ballafaqohen me sfida, të cilat minojnë në këtë mënyrë edhe integritetin e zgjedhjeve. Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar i votim në Mitrovicë të Jugut pas dyshimeve të tyre për manipulim votash, për çka ka dorëzuar edhe ankesë në PZAP. Ky institucion nuk bëri të ditur nëse është duke shqyrtuar këtë ankesë dhe se kur do të merret vendimi për të. Sa i përket mundësisë për i votim në Mitrovicë të Jugut, Cakolli thotë se i mbetet panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të vendosë një gjë të tillë. Në bazë të vendimarrjes së PZAP-s, e njëjta ka autoritet ligjor që të vendosë në fakt për rinumërim, rivotim, por edhe që ta hedhë poshtë ankesën në tërësi. Në këtë drejtim, PZAP-ja ka gjithsej 96 orë, pra vetë se 2 ditë kanë kaluar tashmë, që i bie janë edhe 3 ditë maksimalisht brenda së cilave PZAP-ja duhet të dalë me një vendim lidhur me ankesën e PDK-s në këtë rast. Komisioni qendror i zgjedhjeve pret që gjatë javës së ardhshme të bëjë shpalljen e rezultateve përfundimtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale, pasi të përfundojë edhe numrimi votave të diasporës, atyre me kusht dhe të personave me aftësi të kufizuara, si dhe të gjitha çështjet eventuale të parashtruara në PZAP. Në rrjedhësi për të afatit kushtetues për formimin e qeverisë së re, partitë e ish opozitës thonë se në asnjë rrethan nuk e votoi një qeveri me Konjufcën apo Kurti në krye. Por presidentja Osmani si ka humbur shpresat për formimin e qeverisë, ndërkohë që diplomati i karrierës Albert Prenkaj konsideron se presidentja ka bërë shkelje kushtetuese në rastin e mandatimit të Konjufcës.
Kur kanë mbetur edhe 7 ditë kohë kushtetuese që mandatari për formimin e qeverisë Glau Konjufca duhet të dalë përpara deputetëve të tregojë nëse i ka siguruar votat e nevojshme apo jo. Kuvendi ende nuk ka planifikuar një seancë për këtë çështje. Deri më tash asnjë zyrtar i vetvendosjes nuk ka garantuar për Radio Televizionin 21 nëse i kanë votat e nevojshme. Por pavarësisht kësaj, presidenti Osmani pas mandatimit të Konjufcës ka besuar se ai i ka gjasat më të mëdha për formimin e qeverisë. Por ambasadori i karrierës Albert Prenka i tha se presidenti Osmani bëri shkelje kushtetuese me mandatimin e Konjufcës në mungesë të votave të nevojshme. Gjykimi i gjykatës kushtetuese K0103/14 pra vitit 2014, e cila shëron shumë qartë pra se cili mandatari dhe kush mund të formoj qeverinë, pra qeverinë mund të formoj ajo partia apo ai koalicioni i cili ka urse të mjaftueshme dhe numër të mjaftueshëm të votave për formimin e qeverisë. Me këtë pra unë konsideroj se presidentja ka bërë thyrje kushtetuese dhe ishte dashur se partitë politike të tjera apo të mbledhin numrin e mjaftueshëm të votave që ta dërgojnë këtë në gjykatë kushtetuese në mënyrë që gjykata kushtetuese të merë vendim meritor. Ndërkohë, PDK, LDK, AAK dhe Nisma kanë deklaruar se nuk e mbështesin formimin e qeverisë Konjufca. Deputeti i PDK-s Jakub Nura tha se ky subjekt politik mbetet unik në qëndrimin e tij edhe pse ka dhënë dorëheqje kryetari Memli Krasniqi. Partia Demokratike ka treguar vazhdimisht se nuk është vetëm kryetari i cili e krijon unitetin brenda partisë. Kryetari gjithsesi është shumë i rëndësishëm, por Partia Demokratike është unike dhe do të flet gjithnjë edhe tash e tutje do të flet me njerëz. Kështu që nuk në asnjë formë nuk besoj se e meriton Konjufca apo Kurti që të merr votat e Partisë Demokratike të e po jo seriozitetin e saj që nga mbarimi i zgjedhjeve tash thuja afër një viti. Deputeti i AAK-s Lahi Ibrahimaj ka përjashtuar çdo skenar që deputetet e AAK-s do ta votojnë Glau Konjufcën për kryeministër. Deputeti Ibrahimaj tha se propozimi i Glau Konjufcës për mandatar është skenari Albin Kurtit për të zvarritur krijimin e institucioneve. Propozimi i deputetit Konjufca ishte vetëm një trek, një mashtrim i tij në blerje kohës dhe në asnjë rrethon nuk është interesuar që Glau Konjufca me marr 57 vota lera mo zgjartë një votë. Kështu që Kurti nuk është tip që duran një kolegë vetën me marrë një votë ma shumë saj, kështu që është vetëm blerje kohës. Aleanca në asnjë rrethon nuk ka votë për Konjufcën dhe ashtu siç janë deklaruar dhe parti tjera nuk kanë një gatishmëri për të votu Konjufcën. Radio Televizioni 21 nga burimet brenda vetvendosjes merr vesh se është duke u planifikuar që seanca për formimin e qeverisë të thirret jo më vonë se deri në fundjavë, por kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht nga kuvendi. Bedri Hamza zyrtarisht ka shpallur kandidaturën për të bërë kryetari Partisë Demokratike të Kosovës një ditë pas dorëheqjes së Memli Krasniqit. Në një shkrim në Facebook tek njoftoi për shpalljen e kandidaturës, Hamza ka thënë se beson që PDK-ja e ka forcën për të unifikuar, reformuar dhe rikthyer si partia kryesore në vend. Njohës të drejtësisë kanë dyshime se aktakuza ndaj ministres në detyrë Rozeta Hajdari dhe të tjerëve do të përfundoj me aktgjykim dënues. Sipas tyre, mi 90% e aktakuzave në Kosovë rrëzohen me fajin e prokurorisë, e cila nuk ofron faktet e nevojshme që gjykata të marrë vendime dënuese. Në anën tjetër, analistët politik kritikojnë vetëvendosjen se nuk po distancohet nga personat të cilët dyshohen për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Pas ngritjes aktakuzës ndaj ministrës në detyrë të tregtisë e Rozet Hajdari nga Prokuroria Speciale për aferën me rezerva shtetërore, ish kryetari Gjykatës Supreme Fezullah Hasani shpreh skeptik nëse kjo aktakuzë do të përfundojë me aktgjykim dënues. Sipas tij, mbi 90% të aktakuzave ndaj zyrtarëve të lartë publik kanë përfunduar me aktgjykime liruese. Nëse i merr edhe karshi edhe opinionit, po dhe monitoruesve që i kemi këtu faktori ndërkombëtar, ju dini lloj-lloj misionesh kemi këtu. Në delë që jemi të i maset të kriminalizum
pothuajse çdo qeveri që vjen pushtet nuk qenë ka imune ndaj këtyre veprimeve të paligjshme. Mirë po, akoma më tragjike është kur në fund del se nuk është ashtu. Për mua, unë i besoj vetëm vendimit gjyqësor. Edhe në momentin kur vendimet gjyqësore përfundojnë me aktgjykime liruese, unë po të them është alarm i fundit i institucioneve që të punohet në prokurori. Në dosjen e prokurorisë, thuhet se Ministria e Tregtisë kishte blerë 52.2 ton grur, 200 ml vaj dhe 120 kg sheqer, të cilat nuk erdhen asnjëherë në Kosovë, pavarësisht se ishin paguar. Ndërkohë, të gjitha këto veprime dyshohet se u bën me vendim dhe nënshkrim të kryeministrit në detyrë Kurti. Prokuroria speciale në të paktën 3 raste ka ftuar kryeministrin tashmë në detyrë, Albin Kurti, që të japë dëshminë e tij, por ky i fundit ka refuzuar të paraqitet në prokurori. Ndërkohë, Kurti ka refuzuar të paraqitet edhe pas një urdhërese nga gjykata themelore. Urdhëresë kjo, e cila sipas ish-kryetarit të Gjykatës Supreme, Fezullah Hasani, ka përfunduar në adresë të gabuar. Nuk i dorëzohet urdhri personit që ka për të shëllë me dhunë, po i dorëzohet vetëm policisë si institucioni vetëm i autorizuar për të zbatuar vendimet e lehtëshme gjyqësore. Dhe ditën kur shkon, policia i shkon të dera, i troket të dera, ja prezenton urdhrin, edhe kërkon nga ai që të vi vullnetarisht ose do të sillet me dhunë, se duhet ta zbatojnë atë vendim. Kjo nuk ka ndodhur. Në anën tjetër, Ministri Hajdari nuk është e vetmja ministre që do të përballet me organet e drejtësisë. Zyrtarët të qeverisë Kurti në vazhdimsi janë bërë subjekt hetimesh të prokurorisë speciale. Së paku, edhe 2 ministrat të tjerë janë në hetime në ndyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Në këtë kuptim, njohësi çështjeve politike Afrim Kasolli tha se akuzat për keqpërdorime ndaj zyrtarëve qeveritar bien ndesh me premtimet e lëvizjes vetëvendosje për një qeverisje me duar të pastra. Nëse në të kaluar, nëse analizojmë kur ngriteshin akt akuzat e tilla dhe vetë partia apo njerëzit kryesorë të saj sikur e ndërtonin një distancë politike dhe publike ndaj atij që akuzohej për korrupsion. Ndërsa këtu kemi një mbrojtje ndaj të njëjtëve për të cilët janë përfolur, që ka dyshime, sepse në fund tashmë kuptohet, gjykata e vendos a është fajtore apo jo Rozeta Hajdari, por është përpjekja e lëvizjes vetëvendosje që ta krijojë një percepcion në opinionin publik që kjo nuk është fajtore as ky subjekt politik, por këto akt akuza janë të motivuara nga ish strukturat e regjimit që janë të akomoduara ende brenda sistemit juridik me thekse të veçantë atij prokurorial dhe gjyqësor. Ndryshe, qeveria Kurti 2 përgjatë gjithë qeverisjes së saj është karakterizuar për përplasjet e saj me sistemin e drejtësisë, në veçanti me prokurorinë speciale. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka cilësuar skandal që prek sigurinë kombëtare, rastin e rezervave shtetërore, për cilin prokuroria tashmë ka ngritur akt akuzë ndaj ministres në detyrë Rozeta Hajdari. Në një konferencë për media, deputeti i kësaj partie Alban Zogaj dhe antari i saj Berat Rukiqi e kanë cilësuar si rast jo thjesht administrativ. Lidhja Demokratike e Kosovës në një konferencë për media ka folur rreth akt akuzës ndaj ministres në detyrë të tregtisë Rozet Hajdari për aferën me rezervat shtetërore. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Alban Zogaj, tha se rasti përveç se ka të bëjë me keqpërdorim të paras publike, skandal në vete, është edhe ndarja e informacioneve shtetërore me persona jo zyrtar, siç është afaristi afërt me Kurtin Ridvan Muharremi, i cili dyshohet se ndërmjetësoi blerjen e rezervave shtetërore. Përfshirja e personave privat në vendimarrjen shtetërore, që është një skandal i papam institucional. Prokuroria thekson se një person privat me emrin e Ridvan Muharremi, pa asnjë rol zyrtar në shtetin ton, ka negociuar këto kontrata, ka zgjedhur operatorët ekonomik, ka marrë dokumente të brendshme institucionale që konsiderohen edhe sekrete shtetërore dhe ato pastaj i ka ndarë përmes grupeve WhatsApp të krijuara nga vetë ministria në këtë rast. Në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se akt akuze e prokurorisë speciale ndaj ministrës në detyrë të tregtisë Rozet Hajdari, lidhur me aferën e rezervave shtetërore, shpërfaq qeverisjen korruptive. Antari i LDK-s Berat Rukiqi tha se i akuzuar për këtë rast do të duhet të ishte edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. E tregon qartë, e tregon natyrën e keq qeverisjes dhe korrupsionit të qeverisë në largim të qeverisë Kurti. Nuk është çështja e vlerës
sa është çështja e natyres kriminale të marrjes së vendimeve në këtë qeveri. Kryeministri ka ikë poshtë e lartë, nuk është paraqitur si dëshmitar. Tani këtu në akt akuz figuron si dëshmitar, do duhet të ishte si akuzum, sipas vlerësimit tonë, për shkak se ka përgjegjësi penale dhe politike në këtë rast. Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar përgjegjësi politike e penale nga kryeministri në detyrë, jo vetëm për këtë rast, por edhe për rastet e tjera që janë nën hetim, siç është shitblerja e energjisë elektrike dhe tenderet një burimor, po ashtu edhe për vendimet që ka marrë qeveria në detyrë, duke qenë në të njëjtën kohë edhe ministra, por edhe deputet. Michael Durkee, këshilltari i ish-komandantit të NATO-s për Evropë Wesley Clark, gjatë dëshmisë së tij në Hag, tha se ish-presidenti Hashim Thaçi nuk ka pasur autoritet dhe kompetencë për ta ndaluar dhunën në verën e vitit 1999. Michael Durkee, i cili është dëshmitari i 6 i mbrojtjes, deklaroi se ka dijeni se generali Mike Jackson ka dhënë deklarata në gusht të 1999-s, ku është shprehur se ishte i shqetësuar se udhëheqja e UÇK-s nuk kishte kontroll mbi personat e caktuar në UÇK. Ai ka thënë se UÇK-ja nuk kishte një strukturë të konsoliduar të komandës dhe se komandantët e zonave operative kishin autonomi të konsiderueshme. Ne kishim këtë përshtypje që nuk ishte një strukturë solide, ose të konsoliduar të komandës, që dikush të ishte në nivel të lartë në Prishtinë dhe të jepte urdhra të cilat më pas do të çonin në veprime ose në operacione të caktuara në terren nëpër zona operative. Komandantët e zonave operative kishin autonomi të konsiderueshme dhe ekzistonte vullneti i tyre për të vepruar me kokën e tyre, kur ata e mendonin të përshtatshme. Durkee në Hag tha se Hashim Thaçi nuk ka pasur autoritetin dhe kompetencën për ta ndaluar dhunën e cila u zhvillua në verën e vitit 1999. Nuk kishte kompetencë, nuk kishte autoritet Hashim Thaçit për ta bërë këtë gjë ato kohë. Do të thotë nuk kishte një zinxhir të konsoliduar komande në kuptimin e koordinimit të drejt për drejt të komandës, siç do duhet të ishte në ushtritë perëndimore. Dëshmitari shtoi se Hashim Thaçin kur e kishte takuar në Mons të Belgjikës, ai ishte identifikuar vetëm si udhëheqës i drejtorisë politike të UÇK-s dhe jo si komandant. Nuk mendoj, në kohën kur jemi takuar me Thaçin në Mons, nuk besoj që ai ishte identifikuar si një person, udhëheqës apo komandant i shtabit të përgjithshëm. Ai ishte identifikuar si një udhëheqës dhe po citoj i drejtorisë politike të UÇK-s. Do të ishte ndarë natyrisht nga shtabi i përgjithshëm. Dëshmitari Michael Durkee ka mohuar se i kujtohen disa nga ngjarjet në të cilat pretendohet se UÇK-ja ka kryer krime. Ai mohoi se ka dijeni për ngjarjen në Rahovec ku pretendohet se UÇK-ja ka ndaluar rreth 85 serb në korrik të 1998-s. Presidentja Vjosa Osmani tha se drejtësia për fëmijët, gratë dhe të gjitha viktimat e luftës është borxhi më i madh që ka Kosova si shtet dhe si shoqëri. Këto komente ajo i bëri në takimi me drejtorin e Institutit për krimet kryera gjatë luftës në Kosovë atë dhe Hetemi, teksa tha se ky institucion mban gjallë kujtesën e krimeve të kryera nga Serbia ndaj popullit të Kosovës. Çdo jetë e humbur është kujtesë e dhimbshme se pa mbrojtur të vërtetën, pa drejtësi dhe pa kujtesë nuk ka paqe të vërtetë, ka shkruar Osmani në Facebook. Prokuroria themelore në Prizren ka ngritur akt akuz kundër 2 zyrtarëve të komunës së Suharekës, AE dhe LG, për keq përdorim të autoritetit zyrtar. Sipas akt akuzës, të pandehurit i kanë tejkaluar kompetencat dhe nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare lidhur me projektin për ndërtimin e lapidarëve në fshatrat Studençan, Vraniç dhe Dubrav, duke dëmtuar buxhetin e komunës së Suharekës. U mbajt konferenca me temën shëndeti gjatë gjithë jetës dhe reduktimi i dëmit. Përmes këtij organizimi u synua të krijohet një hapësirë për reflektim, diskutim dhe shkëmbim përvojash mbi mënyrat për të jetuar shëndetshëm dhe për të zvogëluar rreziqet për trupin, mendjen dhe mirëqenien tonë.
Shëndeti përgjatë jetës dhe reduktimi i dëmit ishte diskutimi i konferencës Lifestyle. Me këtë rast, profesionist të shëndetit publik, mjek, psikolog, nutricionist dhe trajner fitnesi diskutuan mbi mënyrat për të jetuar shëndetshëm dhe për të zvogluar rreziqet për trupin, mendjen dhe mirëqenien. Përfaqësuesja nga Ministria e Shëndetësisë, Laura Shehu, theksoi se promovimi i shëndetit mendor nuk është vetëm përgjegjësi individuale, por edhe shoqërore. Shëndeti publik përfshin gjithë spektrin e mirëqenies dhe të shëndetit, jo vetëm eliminimin e smundjeve të veçanta. Prandaj ruajtja e shëndetit nuk duhet konsiderohet vetëm si një përgjegjësi individuale, por si një detyrë kolektive, ku promovimi i shëndetit dhe parandalimi i smundjeve përbëjnë një prioritet të përbashkët shoqëror. Ndërsa Miranda Savileci, prodekane në Fakultetin e Mjekësisë së Universitetit të Prishtinës, vlerësoi rëndësinë e trajtimit të tematikave të tilla, duke theksuar se koha moderne sjell ngarkesa të shumta që ndikojnë në shëndetin mendor. Temat të cilat do të shtjelloni gjatë ditës së sotshme kanë rëndësi të madhe, duke u nisur nga fakti se po jetojmë në një kohë moderne me ngarkesa të shumta. Kujdesi për shëndetin është një proces që vazhdon përdet. Është një rrugtim i përditshëm i cili nuk duhet të përfundojë asnjëherë. Është një përgjegjësi e secilit nga ne si individ në veçanti, po ashtu edhe përgjegjësi e profesionistëve të shumë që merren me shëndetësi, me sport, me rekreacion. Psikiatria Vera Ora u shpreh se përmes kësaj konference po nis një valë më e fortë vetëdijsimi për shëndetin mendor, pasi ende shëndeti mendor shihet si një njollë e shoqërisë. Dhe jam shumë e kënaqur sepse fillon një rrymë ndoshta që vetëdijsimi për shëndetin mendor të jetë më i madh. Unë mendoj që stigma ndaj shëndetit mendor është problemi tek ne shumë i madh dhe mendoj që ajo e preventon një zhvillim të shoqërisë, mu pikërisht të grave, femrave, familjes dhe gjithë komunitetit që të bëhet një lirshmëri më e madhe që të bisedojmë për shëndetin mendor. Në kuadër të konferencës u zhvilluan panele tematike që trajtuan çështje si varësia, reduktimi i dëmit, post-trauma dhe vetëdijsimi për shëndetin mendor. Në QKUK po thellohet kriza e mungesës së barnave esenciale në repartin e onkologjisë. Pacientët e smur rënd përballen me kostot larta, ndërsa Ministria e Shëndetësisë dhe SHSKUK-ja nuk japin përgjigje konkrete për situatën. Repartit e onkologjisë në QKUK i doli zëri se ka mungesë të banave bazë. Burime nga brenda kësaj klinike bën të ditur për Radio-Televizionin 21 se situata e furnizimit me barna është përkeqësuar, duke vështirësuar kësaj trajtimin e pacientëve. Ndonë se u përpoqëm që të marrim një përgjigje nga drejtori i onkologjisë, Ilir Kurtishi, ai nuk u përgjigj, por më pas ju drejtuam Ministrisë së Shëndetësisë, nga e cila morëm përgjigje nëpërmjet emailit. Menaxhimi i klinikave në QKUK dhe i spitaleve rajonale bëhet nga Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës si organizate pavarur buxhetore. Prandaj, luteni që përgjigjet i pranoni nga SHSKUK-ja. Ndërkohë, Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës nuk ka kthyer asnjë përgjigje në pyetjet e Radio-Televizionit 21. Ndërsa lidhur me gjendjen aktuale në tregun me barnat që mungojnë në QKUK, një prej barnave esenciale për trajtimin e pacientëve në onkologji, Avastin, në disa barnatore gjendet me çmimin rreth 945 euro për dozë. Çmim ky i papërballueshëm për shumicën e pacientëve në vend. Pas kamrave, pacientët dhe familjarët e tyre u shprehen të shqetësuar, duke thënë se kjo situatë është bërë e padurueshme dhe se çdo vonesë në sigurimin e barnave mund të ketë pasoja serioze për jetët e tyre. Për më shumë informacione, vizitoni portalin ton rtv21.tv dhe profilet e Radio-Televizionit 21 në rrjetet sociale. Mirupafshim në edicionin e radhës.